Do ham mish krokodili, a hang këmbët, morët vesh, e morëm me vete këtu, ky është mishi krokodilit, ju shikoni këtu. E do provojmë për herë të parë. Unë s'kam hëngër ndonjëherë mish krokodilit, të paktën me dijenin time, po kush e di se ç'ka hëngër në jetë se këtu thonë yes kur u thua me mish edhe hajt shëndet. Është kjo gjëja këtu që shikoni, do ulemi tani direkt, ti futim një të ngrënë që mos thoni ju jo po bëri, jo po s'bëri, jo po kështu. Shiko. Kjo gjëja këtu, edhe 3 të tilla bëni 120, domethënë 4 euro. Një nga këto 1 euro e ca. Edhe kishte edhe ananas mi vete, po se nga e hoqën ananasin, është dhe djegës po të duash ti. Edhe ky këtu është mish krokodili. Duket një lloj si çdo mish tjetër, shikoni këtu. Nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe. Ishte edhe me ulje çmimi 3 cop 120, 1 cop 50. Edhe i ku koha ku na hanin ne krokodilët, tani ham ne. E tha jo djegse një herë. Okej, interesante. Pas ka dhe çik spec këtu në fund, po du dhe speca. Mirë është. Fakti që është krokodil, edhe mishin e kam hëngër unë, kurse lëkurën e ka bërë çantë Jennifer Lopez, më bën të ndjem çik interesant. Ajo çik djegës edhe çik i kështu. Jo vetëm djegës, çik si. Nuk e di. Ja. Zakis? E nuk për ty bet fort? Barbecue. E qatë duash t'i ke tjera këtu, shiko, kape. Ka nga tëra gjërat. Oreks të kesh edhe stomak fort kesh, vallahi. Nuk është dhe aq keq mishi krokodilit. Mirë është, kur dini në Tajland, provojeni se nuk është në gjë. Më shumë bezdisin djekse do me zë, sakto. Që qka këtu të tjera, bo. Ja, ky është i krokodilit, tot. Krokodil për të nga krokodil. Më shumë është interesante, shiko se hëngra mish krokodilit, të mërden. So, kocka nuk ishte si do gjë, po të kishte hal, kjo s'kishte as hal. Ka krokodili hal? Nuk e di. Hëngra me mish krokodili.